Tregon një lloj frike të Ramës për një rrjedhje votash, për një mos pëlqim. Mu më duket, megjithëse sapo kanë kaluar mu më duket mungesë mëshire otan. Rama nuk, politikisht Rama është i pamëshirshëm. Domethënë ai se Partia e Lirmetës bjem dakord, ka mbaruar. Po bëri zgjedhje, hyri PD, Berisha do ta ketë më vështirë qëndrimin. Ma ai mua më ngjan tani do të jem shumë i sinqert, e shoh. E pa interesuar janë e shoten PD është e pa interesuar për të futur. Po, është Rama e ka prerë mbes doktorin të kjo marrëveshje që kanë patur. Se ka pritur doktori që ta çojnë zgjedhje, po Rama mua kur e shoh në narrativë otan më duket i pangopur më burre, i pangopur për të mundur Sali Berishën. Nuk i del e keqja më vlla, nuk e di nga e ka leva e nëse mendoj që ai e ka lodër nga i vjen. E ka kështu më, e ka ose është adrenalin. Personalisht mendoj që Saliun e ka së shmirë për të thënë, po duke parë që Saliu është tashmë hija vetvetes, nuk është më Saliu që patjetër. Do thonë një Sali Berish ku kakaris gaz bardi XY një tjetër, është e pa imagjinueshme 15 vjet përpara. Gazi mjaullin nuk kakaris, po dëgjoj. Unë them që Rama më shumë se sa garë elektorale, Rama ka kuptuar diçka. Sali Berishën sa më thellë ta mundësh, aq më të vështirë ka doktori Tiki, pse Rama nuk do që Tiki doktor. Patjetër, do që të marrë revansh. Dhe Rama e do aty, po nuk e do kur e sheh që fillon të përmirësohet doktori, se pastaj edhe ai fillon të bie në një lloj vaniteti që thotë okay. Ai do që të jetë aty. Ka fuqi, ka ato vota që ka. Kush? Rama? Doktori? Doktori, i ka votat ai, nuk është sa ashtu. Ai edhe pa logot hyj ka vota. Po problemi është që si është avokat këtë ngut të Ramës për ta mundur doktorin çdo 6 muaj. Si e shpjegoj? Se mua më duket manjakri politike kjo. Unë nuk e besoj që do kemi zgjedhje, po mos edhe kemi zgjedhje. Po do keshin 5 bashki tjera më burr. Shikon, nuk është futur. Po si nxori këto nuk i nxjerrën. Po ato janë ato janë tjerë që i është futur kot lojës Rama. Shikon, ndoshta edhe për të justifikuar te pjesa e Bashkimit Evropian, te partnerët atje që thonë që janë e zbatojmë ligjin e kështu, unë kam marrë kosta për sipër në pjesën e zbatueshmërisë ligjore, nuk mund ta lë Tiranën pa një kryetar, se faktikisht Tirana është pa kryetar. Kështu që kjo është ajo që shikojnë te Rama, po tani te doktorin e ka kështu lodhur dhe ai shikoj Rama ka arritur në atë pikë që PD-n e ka kështu, e ka tavull tani. Kam idenë që ka arritur pikën e kulmit dhe që ai e shikon nga sipër. Ta çojmë me 150.000 vota. Këtë kam më pak do vë. Më pak do vë se doktori do e çoj deri aty sa të jetë ajo forcë e dytë. Jo ti kush me doktorin në 2029. Se nuk e di se si do vete fati doktorit. Mund dali pa fajshë, mund të jetë shpikur një vaksinë për pavdeksin o Petre, se vetë po flet për inteligencë artificiale, kështu që i lëm të teori. Ky shkreti vetëm inteligencë artificiale s'ka tani, flasim atë që Berisha, po ta shikosh edhe vetë, ta shikosh nga afër, Berisha ka rënë komplet, totalisht. Berisha ka marrë të fuqinë tani para. Shikoja një përpara 2-3 orësh para sa dimitive, shikoja një intervistë që kishte thënë Berisha, se duket sikur edhe emrin dritare na e ka dhënë Berisha, në fakt na e ka dhënë Berisha, ishte në intervistë me Rudina Gjungën. Dhe natyrisht një Berish që s'kishte lidhje fare. Krejt tjetër. Sigurisht që është sot. Sigurisht. Prandaj unë thash që është hija vetvetes. Të shkojë të bëje presion Berishës nuk ekzistonte, ishte e pa mund t'i bëje presion Nanos, mund t'i bëje presion Ramës, po Berishës nuk ekzistonte t'i bëje presion, dhe ishte një Berish komplet tjetër, energjike një tjetër, dhe thoshte në emision që kjo t'jetë një dritare ku thuhet e vërteta, do t'a bëjmë edhe spot, edhe reels që dalë. Po e kam fjalën që Berisha tashmë është kjo që thot Petra, nuk provon më, nuk narrativa e tij është e vjetruar, skemat e tij politike të vjetruara. Shikon, nuk mund ta me modelin Biden nuk mund ta mohosh talentin që të mbash bashk PD-n, e cila është shkartisur komplet. Karavidhesh, njerëz që mbar votash edhe sot e kësaj dite. Ai sot një miting të bëj, do t'i mblidhen më shumë se që mund të bëj kërkoj një miting nga zbardhësh.
Po mirë, patjetër se ai është listi që nuk kalon asnjë pemë t'i bjerë dielli, që të kuptohemi, nuk kalon rritet askush ai. Po mund, po. Sali Berisha, dëgjoj kur ai është në bashkëqeverisje me Ramën, se këtë harrojmë të themi ne. Po mirë, ai është normale që domethënë ata rregullat e lojës sot tani bëjnë bashk. Bëjnë kodin elektoral bashk, bëjnë amnistitë penale bashk. Diti në një ndërtues ose në një oligark të doktori që vuan se s'ka punë tani me qeverinë Rama? Fati se si do vinte Shqipëria u përcaktuar në 85-ën, kur vdiq Enveri, që po i qante në xhmiat e koka dhe i thoshte që Enver ti e le partinë të fortë. Dhe në momentin që e merr Ramizi ndau gjithë kapelet ti këte, apo jeni të tërë të PPSH. Faktikisht 83 vjet janë këta dhe çka ka ndryshuar? Nga këta e njëjta skem janë. Po ta shikosh ikën njëri vin tjetri, po janë i njëjti brum. Dhe faktikisht më thoni cilët nga ata zëra potencial kundër ka gjetur veten ose ka tentuar të hyjë brenda atij gardit të rrethuar prej tyre, të mundet të hyjë brenda, nuk hyn dot, vetëm i lënë të tërë nga gardi edhe unë mendoj për momentin mbas është më mirë shiqur që kemi evolucion dhe s'kemi revolucion, se revolucionet janë të s'ka, nuk janë shqiptarët për revolucion. Shqiptarët kanë dhënë prova që u ndal nga Turqia pa luftë. Bravo, unë jam për e vetmja luftë që është bërë me pjesën shqiptare ka qenë provokacioni e Gushtit. Ajo ka qenë faza më e organizuar. As lufta nacionale çlimtare s'ka qenë organizuar kaq shumë sa u bën. Mos më kalo për herë të dytë se këtu edhe mund të zihemi pastaj bashkë. Këtë mos e thuaj se janë sa të vrarë që jo, nuk e lishmë të kundërtën. Edhe unë kam njerëz të vrarë në atë luftë. E di çfarë po e them. Se kam takuar atashon ushtarak gjerman, i cili ishte një prusian i vërtet, dhe ambasadorin gjerman të vitit 2013-14, nuk e mbaj mend emrin, i cili ishte një zotri burr, dhe ne shkonim për homazhe, se ata nuk kanë ditën e të rënëve që quhen dita luftrat, edhe shkonim për homazhe te varrezat e ushtarëve gjerman që janë te liçeni. Dhe ambasadori gjerman më tha një çka. Sarita kuptoj, tha, pse tentoni ta hidhni poshtë luftën tuaj? Ai po përkujton të ushtarët që ishin vrarë aty, sepse ju, tha, keni një kontribut të jashtëzakonshëm, tha. Juve keni një kontribut, tha, për frymë të popullsisë, po aq sa çka Jugoslavia, tha. Unë pastaj hyra shifra dhe ndoli që ne kontributin e kishim njësoj. Kontribut gjaku dhe gjerman të vrarë në territorin shqiptar. Dhe gjerman të vrarë në territorin shqiptar, po gjerman, se janë vrarë edhe Waffen-SS që ishin jo Armen, Azerbajxhanas, nga Republikat e Kaukazit. Po, janë vrarë 3.800 sa, diku të 3.000 Gjerman, këtu në Shqipëri. Pra nuk është një kontribut që mund të hidhet poshtë. Sa? Po 800.000 veta kemi qenë më burë, me tuberkuloz, me malaria, me sifilis, me njërë. Që është ta lëmë këtë muhabet? Të kthehemi te sfida që e pret, do me thënë, Ramën me Erion Velin edhe me Berisha. Kje quan tradhti të Erion Velis këtë padi që ka bërë? Nuk e quaj tradhti, ndoshta Erion Velia po përdor gurin e fundit, por mund të jetë edhe një lojë për të penguar mos të zhvillojnë zgjedhje në Tiranë. Unë mendoj dy duar për një kokë, Flogat, si thua dhe. Dëgjoj, s'mund t'i vëshfaj, është në qelinë. Ta thash, ti thua Erion Veliajt sot, pse e apelon, është të jesh, ose naif, ose duash tallësh me të. Ti thua Ajo është në pikë, po jo, ai është në hall. Po themi ne pse ankim. Jo, nuk është debat, jo. E kam si retorike. Domethënë, po flasim ana politike. Ai është në një pikë tani që do të ruaj kockën, se mishi ka ik. E kupton? Dhe nëse ai nuk do bëj dhe këtë luftë, se luftë politike nuk po bën. Tishte për të bërë luftë politike, Veliaj do e bënte përpara zgjedhjeve, që të bënte presionin tek Edi Rama e tjera me radhë, do ishin ndoshta në kushte të tjera. Dhe do ishin divorci përfundimtar politik. Ai e sheh që vetëm në betejë që do bëj, se nuk ka ndërmend të bëj politikën, është kjo juridikja. Domethënë po i çon një mesazh Ramës, jam duke e bërë shpëtoj kokën. Jam duke bërë këtë sepse edhe Rama këtë, nga fjalimet e Ramës, 2 fjalime, 11 dhe 1 më vonë, Rama këtë e ka lënë të kuptohet që do ndodh, pra nuk do jetë surprizë, po thoshte Rama. Se bëri Veliaj këtë ankimimin atëherë kushtetuese në kushtet që unë jam kryetar bashkie, jam arrestuar me një vendim gjykate
në zyrën e kryetarit Bashkisë Tiranës, i zgjedhur me vot nga populli i Tiranës. Pse se bëri këtë atëre që jemi përballë zbatimit Ke di atë, unë po them për tani, se unë ligji le hapësira sa të duash. Problemi është që nuk di ta them se po ti arrestimi i Veliajt është përplasje demokracisë me drejtësinë. E pastër. Mondi, po të jetë që të t'jap unë ide për teknika komunikimi, për të ndërtuar një fjalim, për të ndërtuar një fushat, unë dhe tani besoj se e bëjmë. Se ky e ka eksperiencë më shumë se unë e kam shkollë. Po ajo është fusha jote pastaj, nuk e di unë çfarë kanë bërë mirë, çfarë kanë bërë gabimistë. Se bëri, se shiko, ki parasysh ai njëri që është në izolim, fillon stresi. Jo, ti ke boll njerëz për duar që janë nëpër birut. Patjetër. Nuk janë ata që janë jashtë. Patjetër. Pastaj kanë një mënyrë tjetër logjikimi. Pastaj pyetja është banale dhe shumë e thjeshtë. Ore, çfarë fiton Erion Veliaj nëse bën luftë politike me Lira? Duhet hequr në kushtetut, duhet dhe në kodin penal apo të tjerë të pjesën procedurës, që të cilët janë elementet e drejtësisë, duhet hequr dyshimi i arsyeshëm. Me dyshim të arsyeshëm nuk mund të futesh më në burg. Dyshoj, unë thotë, pjesa tjetër të fusë me vetë ngre akuzën, të themi dyshohesh përse ke kryer këtë vepër penale, aq ka për pastrim parash, futu në burg sa të bëjnë analizën unë, pastaj e flasim. Janë disa gjëra të cilat nuk shkojnë më. Apo shpërdorimi i detyrës, i cili njëri mund ta ketë bërë edhe nga padia. Njëri mund të gabime njerëzore. Dhe po ta shikoni tani edhe pjesa e largimit të shpërdorimit të detyrës nga pjesa e largimit si pjesë të veprës penale, që në disa shtete të Bashkimit Evropian është prezent, dhe Bashkimi Evropian e ka lënë si detyrë tani që neve ta largojmë si vepër penale, po të jetë akt administrativ që mund të kapi një pushim nga puna etj. Janë disa elemente të cilat këtu është përdorur keq, është keq i interpretuar ligj. Në Shqipëri asnjëri nuk është i sigurt. Këta veprojnë gjithë si xhandar, sinqerisht kanë një fuqi të papar, nuk i kontrollon dot askush. Sidomos kur shikoj avokatë dhe që mbrojnë gjyqtarët dhe prokurorët, më bën çudi sepse avokatët nuk fillojnë të ngrenë atë boshtin e identitetit të vet, që kanë probleme me identitetin e vet, me besueshmërinë e tyre në sistem. Me fjalë janë komplet të shkëputur dhe i ka shkëputur gjyqësori dhe organi i akuzës, ndërkohë që ngelen në pika shumë të befta. Po tani pse ka njëri Nat Ramën, do ta përkrahun tani këtë gjyqtar sepse kam i Nat Ramën. Avokati duhet të heqë dorë totalisht nga këto gjëra. Totalisht. E qartë, jemi akoma popull pasionant. Kështu që këto emocione, rastet emocionale, gjitha që i kemi, ne duhet të heqim shumë dorë. Dhe prandaj e preka që kodi penal të neve duhet të vëj dorë në disa element të cilat me të vërtet i dhëmbin njerëzve. Okej. Është temë tjetër, kjo le të shpresojmë. Kam dëgjuar shumë kritika, ndoshta ja vlen të bëjmë një emision tjetër të përgatitur me pika se ku mendon që duhet ndërhyr. Prap spaku sado ulërasin këta të shohim edhe spaku një histori më vete. Flogert, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.